Fjalën e ka zoti Meta, përgatitet zoti Shpëtim Roqi. Të mbaroj ky pastaj kërkes. I nderuar zoti kryetar, të nderuar kolegë deputet, në radhë parë dëshiroj që t'i njoh kolegët deputet, por edhe qytetarët, me vendimin politik të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, që për fat keq nuk u përmend nga asnjë nga parafolësit e nderuar socialist, i cili ka të bëjë me propozimin për shkarkimin e zotit Rakipi, drejtuar presidentit të Republikës, për akte dhe sjellje që kanë diskredituar rënd pozitën e prokurorit gjatë ushtrimit të detyrës. Unë nuk jam dakord me demagogjin e dy binjakëve akoma destruktiv të politikës shqiptare. Nuk jam dakord me shumë nga motivet që përmendi këtu zoti Berisha dhe disa deputet demokrat, por gjithashtu nuk jam as pak dakord me demagogjin e tupshme që përdor këtu edhe nga parafolës të grupit tim parlamentar. Problemet e zotit Rakipi nuk janë probleme të ditëve të sotme. Dhe problemet e institucionit të prokurorisë, të paaftësisë së saj skandaloze për të finalizuar luftën kundër krimit dhe korrupsionit në procese gjyqësore, fillojnë që nga 97-a, sepse zoti Rakipi është prokuror prej 5 vitesh. Dhe gjithashtu, mos harrojmë se prokuroria me ligj është një organ i centralizuar, ku përgjegjësia e titullarit është jashtëzakonisht e rëndësishme për mbarvajtjen e institucionit. Dhe ndoshta është një nga organet më të centralizuar dhe më monokratik, sepse edhe për fajin ton këtu, në ligjin për prokurorin, nuk kemi zëvendës prokuror dhe nuk kemi përcaktim të hierarkisë të drejtimit të këtij institucioni. Duke qenë se kjo është një përgjegjësi e hershme, e cila ka të bëjë me dështimet për hetimet e ngjarjeve të 97-s dhe veçanërisht me dështimin e hetimit të skemave piramidale, dhe për këtë më mirë se çdo gjë tjetër, flet qartë edhe bilanci i sotëm që ka të bëjë me atë se këto skema vërtet u shkatruan dhe u bë shumë mirë, por gjithashtu ne nuk kemi në gjendje që atyre hallexhinëve të cilët humbën parat në këto skema, të kthejmë diçka dinjitoze dhe në fundit të tregojmë i përgjegjësi maksimale dhe ta mbyllim një herë mirë historinë e skemave piramidale. Dhe unë jam i bindur që këtu i përgjegjësi të madhe ka zoti Rakipi dhe institucioni i prokurorisë, por ikosisht përgjegjësi kemi të gjithë, ka dhe parlamenti, i cili duhet të këmbëngul e përsërisë, siç e kam thënë edhe kur kam qenë kryeministër, për të bërë transparencën e transparencës së skemave piramidale, dhe kjo është përgjegjësi e parlamentit, nuk është i përgjegjësi e qeverisë, përderisa administrata e mbikëqyrjes së skemave piramidale varet nga ky parlament, nga ky institucion. Nuk ka korrupsion më të madh në Shqipëri se sa i skemave piramidale, se sa humbja e 10 qindra milion dollarëve, se sa shpërdorimet e mëdha që janë bërë me shitjen e aseteve, dhe është domosdoshmëri që ne ta bëjmë këtë transparencë për të dhënë sa më shumë të jetë mundur mesazhin e respektit për ata njerëz që humbën parat dhe në veçanti net mazhorancës për ata njerëz që na sollën në pushtet në vitin 97. Kemi folur shumë për korrupsionin e Partisë Demokratike gjatë 5 viteve të qeverisjes së zotit Berisha. Dhe më vjen për të qeshur kur dëgjoj edhe në këtë seancë nga zoti Berisha, por edhe nga binjaku i tij destruktiv, të flitet sikur sot korrupsioni është në kulmin e tij,
kur është krejtësisht ndryshe zotrin deputet, kur faktet tregojnë të kundërtën dhe pa modesti, do të detyrosha, meqense është hedhur kaq shumë balt mbi qeverinë Meta, të theksoj se rezultatet e qeverisë Meta në dogana, në tatime, në privatizime, nuk mund t'i hedh poshtë askush, përkundrazi, ato janë një kontrast i plot me korrupsionin e qeverisjeve të atyre që folën me aq papërgjegjshmëri pak më parë këtu. Asnjë nuk është dënuar për korrupsionin e 5 viteve të Partisë Demokratike. Me qindra me mira ndërmarrje janë privatizuar ashtu sikurse e dim të gjithë. Gjithë ajo kontraband është bërë për në drejtim të malit zi dhe akoma më tutje, dhe shumë korrupsion dhe kontraband është bërë në të gjitha drejtimet, dhe sot shumë prej tyre ndërtojnë pallate dhe të gjithë e dim, por as si çështje penale nuk ka hapur zoti Rakipi, për të cilin dikush shpreh keqardhjen se po të iki do të na çojë në zgjedhjet parakoshme ne mazhorancën që nuk na kanë votuar për Rakipin, por na kanë votuar 24 qershor për të forcuar shtetin e së drejtës, na kanë votuar 24 qershor që të mos e shndrojmë korrupsionin në agitacion e propagandë për qëllime politike, por duke bërë një luftë institucionale, një luftë ligjore, një luftë reale e cila ka të bëjë me rritjen e mirëqenies së qytetarëve, tu mbajmë premtimet që i kemi dhënë elektoratit vetëm në këtë mënyrë. Vazhdojmë të me dështimin e çështjes së 14 shtatorit. Në një nga parafolësit e kraut të djathtë, do ta kishte të vështirë që të fliste sot këtu serbes, në qoftë se vërtet hetimet për 14 shtatorin prokuroria do t'i kishte bërë me përgjegjësinë që duhej, madje jo vetëm për ata që goditën institucionet, por edhe për ata që ja mbathën dhe që i lanë institucionet në mëshirin e bandave, dhe që sot na bëjnë moral këtu se duan të mbrojnë institucionet. Për të mos përmendur hetimet qesharake për vjedhjen e Thesarit, që denoncoi qeveria ime, apo për bankën e kursimeve dhe shumë e shumë çështje të tjera që janë përmendur e mund përmenden edhe nga kolegë të tjerë deputet. Lufta kundër korrupsionit ka qenë edhe mbetet i angazhim programor i ne socialistëve. Lufta kundër korrupsionit nuk fillon sot dhe nuk mund filloj sot, mbasi që kanë hapur disa çështje te keshi. Korrupsioni i ynë dhe lufta e jon kundër korrupsionit fillon që në 97. Korrupsionit, përkundrazi, në qoftë do të shikojmë tregusit e doganave të 97-s dhe të 98-s, me ata të 2 viteve të fundit, të gjithë shqiptarët do ta kuptojnë dhe e kanë kuptuar që miliona dollar që mund të ishin përdorur për të bërë më shumë rrugë, që mund të ishin përdorur për të dhënë më shumë mbrojtje sociale, që mund të ishin përdorur për të rritur pensionet e tjerë, nuk janë mbledhur për shkak të mungesës së vullnetit ton për të luftuar korrupsionin dhe gjithashtu për shkak sepse ne kemi një prokurori e cila nuk ka bërë asgjë serioze për dosjet e doganave të 97-98-s, të cilat nuk janë vetëm në Shqipëri, por janë edhe në Bruksel dhe në institucione të tjera ndërkombëtare. Po kështu, me 10 me qindre dosje të denoncuara gjatë viteve të fundit, nga qeveria, nga administrata shtetërore, nga kontrolli i lartë i shtetit dhe për të cilat asnjëherë nuk u kthye përgjigje nga prokuroria. Çështje penale të hapura ku implikoheshin dhe politikan dhe heqje imunitetesh dhe asnjëherë me transparencë nuk u tha se kjo çështje penale u mbyll dhe se X politikan nuk është përgjegjës apo nuk është fajtor, dhe për të vazhduar akoma më tej me spektaklin që ka filluar me Keshi. Të gjithë e dim që në Kesh ka patur dhe ka probleme të korrupsionit. Ka probleme të korrupsionit, për fat keq do të vazhdojë të ketë, por shpresoj dhe besoj me angazhimin e gjithë ne gjithmonë e më pak. Por
fillimi i hetimeve në kesh në dirigjimin politik të në drejtuesit Partisë Socialiste e vuri prokurorin përpara detyrës jo për të zbuluar nëpërmjet fakteve fajtorin, por për të faktuar fajtorin që ishte shpallur. Dhe në gjitha këto qëndrime nuk ka asnjë tjetër veste një përpjekje për të bërë shantazh brenda Partisë Socialiste për qëllime politike. Këtu është edhe kryetari i shërbimit informativ, zoti Klosi, të cilit së bashku me zotin Rakipi për 2 vjet u kam kërkuar vazhdimisht në mënyrë insistuese të dhëna informacione për korrupsionin veçanërisht në kesh dhe veçanërisht në sektorin e tenderimeve. Dhe e gjithë historia e zhvillimeve të fundit nuk është gjë tjetër veçse një përpjekje për t'i thënë popullit shqiptar se ai nuk ka energji dhe nuk ka drita, për arsye sepse drita mprifti e disa të tjerë pas tij, edhe Ilir Meta, kanë bërë një korrupsion të atashëm atje. Me këtë politikë demagogjike, jo vetëm që nuk do të luftohet korrupsioni atje, por përkundrazi, por akoma më tepër ne do të gënjejmë qytetarët dhe do të krijojmë iden se vitin tjetër me këtë mënyrë do të sigurojmë drita, gjë që nuk është e vërtetë, dhe shqiptarët nuk mund të ngrohen dhe nuk mund të ndriçohen me viktima të luftës kundër korrupsionit për arsye politike, por ata kërkojnë transparencë, jo vetëm luftën kundër korrupsionit, por edhe për zgjidhjet e problemeve të tyre. Që pas 24 qershorit, zoti Rakipi është angazhuar politikisht në mënyrë të dukshme në zhvillimet brenda mazhorancës sonë, në mënyrë të papranueshme dhe në mënyrë tepër evidente dhe të njanshme, duke abuzuar rënd me detyrën e tij të kryeprokurorit. Meqense përsëri këtu kam zotin Klosi, të cilit i kam thënë vetëm 2 ditë përpara mbledhjes së komitetit drejtues Partisë Socialiste që do zgjidhte kandidatin për kryeministër, se kisha të dhëna që nga segmentet Partisë Socialiste po tentojë për të përdorur prokurorin e përgjithshëm në mënyrë që ai me angazhime publike të justifikonte disa nga akuzat që bëheshin për shkak të kësaj fushate. Dhe pikërisht një ditë më pas, në gazetën shqiptare, angazhimi publik dhe fanatik i prokurorit përgjithshëm ishte më së qartë dhe më së dukshëm, duke bërë insinuata dhe duke hedhur hije të papranueshme dyshimi për politikan, ndërkohë që askush nuk e ka penguar zotin Rakipi dhe cilin do tjetër që në mënyrë ligjore, me prova, me fakte, t'i heqë imunitetin cili do deputeti, ministri apo kryeministri dhe ta bërë atë përpara përgjegjësisë. Por kjo nuk është hera e fundit. Zotin Rakipi e ka djegur si prokuror të përgjithshëm jo vetëm paftësia e tij, jo vetëm besueshmëria e prokurorisë në luftë kundër krimit dhe korrupsionit, jo vetëm hendeku i madh që ka ekzistuar në këto 5 vjet midis angazhimit të policisë në luftë kundër krimit me rezultatet finale nga ana e prokurorisë në proceset gjyqësore. Sa kriminal nga më të njohurit janë arrestuar 3-4 herë gjatë atyre 5 viteve nga ana e policisë, duke rrezikuar jetën dhe duke humbur jetën e shumë policëve dhe njëkohësisht po 3-4 herë janë liruar nga prokuroria dhe nga gjykatat. Zotin Rakipi e kemi djegur vetë ne në mbledhjen e komitetit të përgjithshëm drejtues të Partisë Socialiste, kur kryetari ynë, mbasi akuzoi disa nga ish-ministrat dhe nga anëtarët e komitetit ton, u tha se për këto kishte informim të vazhdueshëm nga zoti Rakipi. Unë isha kryeministri i Shqipërisë dhe nuk kam patur asnjë informacion të tillë nga zoti Rakipi. Po kështu, edhe presidenti i Republikës, edhe kryetari i Kuvendit nuk kanë patur informacione të tilla nga zoti Rakipi. Vetëm në një shtet politik, jo në shtetin e së drejtës, në një shtet
totalitar apo në një shtet kaotik, prokurori mund të informojë në mënyrë të vazhdueshëm kryetarin e një partie, i cili në këtë mënyrë shndërrohet në sekretar të parë, model që të gjithë së bashku e kemi refuzuar. Motivet tona janë të ndryshme nga ato të zotit Berisha. Në qoftë se zoti Berisha synon që nëpërmjet këtij mocioni të hedhë shumë balt mbi Shqipërinë, mbi institucionet, mbi punën që është bërë, e cila nuk e ka larguar nga Bashkimi Evropian, por përkundrazi e ka afruar, dhe nëse ka ndonjë vonesë, kjo është përgjegjësi e politikës son të majorancës që duhet të tregoheshim më të përgjegjshëm, dhe jo të bënim lojra me integrimin evropian, dhe sot gjoja në emër të integrimit evropian të kërkojmë mbrojtjen e një prokurori politik këtu. Institucionet, ashtu sikurse mbrohen kur mbrohen titullar dinjitos që respektojnë ligjin, ashtu mbrohen edhe kur largohen titullar të tillë si zoti Rakipi dhe kur ata zëvendësohen me njerëz me integritetin e dur. Nëse ndonjë përfaqësues i majorancës këtu, që nuk është as në sallë, kërkon të mbrojë prokurorin e tij politik në mënyrë që të vazhdojë ta përdor në procese politike për të bërë president i Republikës Shqipërisë me ndihmën e prokurorit dhe me shantazhet e tij ndaj deputetëve, apo kërkon të fitojë në një referendum duke përdorur prokurorin kundër njerëzve që mendojnë ndryshe në partinë e tij, duhet ta kuptojë se nuk mund t'i mashtrojë qytetarët, nuk mund të mashtrojë as socialistët e thjeshtë të varfër, kur përdor gogolin e Berisha akoma në vitin 2002, pasi ata e din shumë mirë se si ai jo vetëm që nuk i ka mbrojtur institucionet ku ka patur përgjegjësinë kushtetuese për ta bërë gjë të tillë si 14 shtator, po përkundrazi i ka braktisur ato dhe i ka lënë në mëshirën e fatit. Ashtu sikurse përsëri pa modesti dëshiroj t'ju kujtoj të gjithëve se kam qenë unë si kryeministër dhe qeveria ime që i ka treguar kufit e ligjit Sali Berishës dhe njerëzit e tij në mënyrë që gjithë ta kuptojnë se ligji është i barabartë për të gjithë dhe se institucionet janë të paprekshme nga të gjithë. Ne nuk duam të ndërpritet lufta kundër korrupsionit. Dhe kjo gjë absolutisht që nuk ka për të ndodhur. Por ne kemi bindje që për gjithë këto qindra dosje, të cilat nuk kanë shkuar deri në fund dhe për të cilat ka munguar transparenca dhe vullneti i këtij institucioni për të dënuar përgjegjësit e tyre, ky qëndrim është tërësisht i pajustifikueshëm, është tërësisht i papranueshëm. Ndërsa për gjitha këto çështjet e reja, që shtroi edhe ndonjë kolegë deputet, përfundimisht vazhdimi i këtij prokurori është politikisht i komprometueshëm dhe kjo nuk do të bëjë gjë tjetër, veçse do të vazhdoj ta mbaj luftën e korrupsionit si një luftë e thash të agitacionit dhe të propagandës. Nuk jemi këtu për të bërë aleanca fluide me askënd. Madje një aleancë u bë në këtë parlament në 24 dhjetor me rastin e emiratimit të dekreteve të presidentit të Republikës për 4 ministra të rinj dhe ishte aleanca e Berishës me ata deputet socialist të cilët bojkotuan seancën e parlamentit. Dhe këta nuk kanë të drejtë të akuzojnë shumicën e grupit parlamentar që vetëm s'ka ndërmend të bëjë aleanca të fsheta, por përkundrazi me përgjegjësi të plot politike dhe morale për votën e 24 qershorit dhe për angazhimin ton për ta forcuar shtetin e së drejtës dhe jo për ta zhndruar në një shtet të së shtrëmbrës dhe në një shtet partijak, të votojmë pikërisht për këto arsye për t'i propozuar presidentit të Republikës shkarkimin nga detyra të zotit Arben Rakipi. Ne nuk kemi kartona që dikush mund na trëmb me zgjedhjet e parakoshme. Ne jemi deputet, kemi personalitetin ton, jemi të votuar shumë herë nga elektorati, prandaj cili do që mendon se mbas 12 vjetësh ka akoma kartona në këtë sallë, duhet ta kuptoj
se është 12 vjet mbrapa. Faleminderit.